Në konferencën rajonale që u zhvillua në Tiranë pas transformimit digjital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimit evropian, kryeministri Edi Rama u ndal gjërësisht te çështja e pronave, të cilën e cilësoi si një nga sfidat më të vështira të 35 viteve të fundit të tranzicionit në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se qeveria po punon për një reformë të re në këtë sektor, e cila synon të bashkojë më shumë kompetenca në një çati, duke reduktuar fragmentimin institucional që sipas tij ka krijuar vonesa dhe konfuzion në proceset administrative. Së shpejti do të kemi edhe reformën e agjencisë. Do të sillim më shumë detyra në një ombrell, në një çatile të themi, sepse të pasurit e agjensive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjencitë që shkojnë në drejtime përkatëse ka krijuar më tepër konfuzion dhe ka sjellë më tepër telashe, le të themi. Tani besoj se kemi një ide të qartë dhe të mirë se si ta formosojmë administratën e pasurive të paluajtshme nga A-ja tek Z-ja me bashkimin e një sër agjensive në një. Rama shtoi se procesi i reformimit do të jetë edhe në konsultim me Bashkimin Evropian, të cilën e përshkroi si një faktor orientues në përmirësimin e administratës publike dhe standardeve të punës. Ndërsa pjesa tjetër është të vazhdojmë dhe të vazhdojmë punën. Kemi bekimin, por gjithashtu edhe mallkimin që kemi tutor mbi kokë, që quhet Bashkimi Evropian, dhe që na thotë se kjo është mirë, kjo është keq, këtu ke dal mirë, këtu nuk e dal mirë, kështu që vazhdo këtu, vazhdo atje me drejtimin e punës dhe kjo ndihmon patjetër. Aktualisht, Agjencia Shtetërore e Kadastrës funksionon si strukturë unifikuar pas shkrirjes së disa institucioneve të mëparshme, përfshirë agjencitë e legalizimeve, kompensimit të ish-pronarëve dhe hipotekat, duke shërbyer si qendra kryesore e administrimit të pasurive të paluajtshme në vend.